Në fillim të martesës, dashuria është e zjarrt. Fjalët janë të ëmbla dhe çdo ditë duket një fest. Por me kalimin e kohës, lodhja, vështirësitë dhe sprovat e jetës e venisin atë zjarr. Shumë çifte harrojnë pse u bashkuan dhe në vend të përqafimeve, lindin fjalët e ashpra. Një burr, kur nuk e gjen qetësinë tek gruaja, largohet nga shtëpia me një zemër të thyer. Një grua, kur nuk e gjen dashurinë tek burri, i mbush syt me lot edhe kur qesh para të tjerëve. Në heshtje, të dy vuajnë, dhe shtëpia që duhej të ishte stre, shndërrohet në fushë betej. Por martesa nuk mbahet me pasuri, as me bukuri, por me respekt dhe me durim. Një fjalë e mirë shuan një zemërim. Një përqafim shëron një plagë që fjalët e hidhura e kanë hapur. Një lutje bashk në mëngjes e kthen Zotin në qendër të shtëpisë. Mos e lini dashurinë të shuhet. Kujtoni ditën e parë. Kujtoni pse zgjodhet njëri tjetri. Një burr i fortë nuk është ai që ngre zërin mbi gruan e tij, por ai që e mbron. Një grua e mençur nuk është ajo që fyen burrin e saj, por ajo që ngre kur ai bie. Sepse në fund, një martesë e lumtur nuk është ajo pa probleme, por ajo ku dy zemra luftojnë së bashku, jo kundër njëra tjetrës.